Mirë se u rikthyet në program. Vazhdojmë të qëndrojmë live në shtëpinë tonë të bukur, të dashur dhe të ngrohtë, plot me diell dhe do të bëhet akoma më e ngrohtë. Pse do thoni ju? Ju e dini që unë jam një romantike kështu e pashërueshme. Do të jem në këtë jetë dhe për te kam përshtypje. Është dhe për kolegun. E më thënë mbush edhe hapësirën. Normalisht edhe këtë që i mungon kolegut, edhe pse dal nga dal ka filluar të ndryshoj dhe sigurisht që më ndriçon portreti kur do të na duhet që të flasim për një çift të dashuruar si ditën e parë, më duken mua, apo pastaj ata vetë ndjejnë. E vërtet, do t'i ftojmë pa humbur kohë, ju i njihni, janë pjesë e medias prej shumë vitesh, po sot do i shohim për te asaj çfarë ju shikoni kur ata dalin në ekran dhe japin opinionet e tyre. Do i shohim si familje, do i shohim në këmbvështrimin komplet personal, të përveshin mëngët një herë edhe në kuzhinë, kështu që pa humbur kohë i ftojmë në studio Linda dhe Akilpano. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Në super form si gjithmonë. Mirëmëngjes. Pastor? Faleminderit. Pastor? Najsi. More pastor. Yje. Si është ajo? Te 14 vjeç dhëndër? Tanë, ruaj burrin. Po, edhe burrit ruaj gruan. Ajo diskutohet. Mirë se erdhët dhe faleminderit shumë. Shkojmë e ulemi se do bëjmë një bisedë shumë të këndshme. Atëherë t'ju Linda këtu, pastori atje. Mirë se na erdhët. Është shumë kënaqësi. Në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë. Është shumë kënaqësi, vërtet. Shumë faleminderit. Shumë që pranuat ftesën për qenë sot të dy bashk. Është hera e parë që ju kemi bashkë në fakt. Se ju kemi pasur gjithmonë veç e veç këtu në studion tonë. Ne vim me shumë kënaqësi në studion tuaj, sepse është një studio në paqe dhe mund të japim mendimin të lirë dhe pa atë debatin e tensionin, pa presionin e. Kështu që vim gjithmonë me shumë gëzim. Është shumë kënaqësi që ju kemi. Faleminderit shumë që jeni sot me ne dhe siç e thash pak më përpara, në fakt njerëzit janë mësuar t'ju shohin në këto debatet, në daljet tuaja publike, por është bukur që shikosh edhe në këtë lloj forme, të njohësh pak atë historinë tuaj personale. Si romantike e thekur, i takon Julkës ta bëj këtë pyetje, po hajt, po se po e bëj ju. Jo, unë e thash edhe pak më përpara, kishe vendosur që të ishe beqar. Paktën kështu kam lexuar, por pastaj pe Lindën, re në dashuri dhe më pak se sa një vit, ti edhe u fejove, edhe u martove, edhe u trashëgova. Jo brenda atij vitit. Do ma trego pak të momentin, si u njohët ju të dy. Ne jemi takuar, shiko, unë i lindur në Tiranë, do më thëmë prej Brezash, me familjen dhe Linda vinde nga Vlora, dhe jemi taku në Kish bashkë. Jemi taku në Kish, po Linda nuk ishte si gocat e zakonshme të Kishës. Pse? Çfarë kishte ndryshe? Nga natyra. Rebele. Dhe vazhdoj të jem rebele, në gjithë njerëzit se besojnë. Prandaj po them, ti nuk e fare këtë. Rebele, po jo liberale majt, konservatore gjatë. Aha, tani mos apo të ujra. Sepse do ishte shumë e vështirë me u martu me një liberale të majt, rebele në sensin e rebelimit, në dimensionin e raporteve njerëzore. E kuptoj. Edhe për mu, do më të roqi vëmendjen fakti që Linda ishte ndryshme nga të tjerët. Pra ishte ndryshme nga pjesa më e madhe, vajzave që unia deri në atë kohë. Dhe indiferenca saj më të roqi më shumë, e thashën, çka ka kjo vajzë që nuk më shef, çka ka kjo vajzë? Na e varin këmbi dhe më shumë kurioz. Ja, e kupton, ishte qendra e vëmendjes së gjitha vajzave dhe ishte një vajzë që nuk kishte asnjë lloj interesi. Unë isha qenë vëmendjes së familjes tonë, familjes time. Djali vetëm mas 3 vëllezëri që vdiqën, nuk jetuan, unë isha i 4-ti që lindi dhe i pari që jetojnë familje dhe jam rrit domethënë si një djalë, si ujtë e pak e thonë në shtëpi. Gjyshja, dashuria, madje do t'i kërkoj fare gjithë kushërive nga ana e babait për dashurinë e gjyshërve, që pjesa më e madhe dashurisë tyre shkoi tek unë. Po ka qenë justifikuar për shkak të. Dhe u rrita kështu, pra, u rrita në qendër vëmendjes. Mirë, po pas që nuk kisha vëmendje këtu. Ke Linda në raport me Linda. O Linda, ti tani ty të pëlqente dhe bëje si indiferente? Jo, shiko. Në qoftë se do ta kishit një. Natyra femrës, natyra femrës. Në atë kohë pastori merrej me stërvitje
me boks edhe me peshngritje. Nga bota e rrugës, nga bota e Edhe kishte trupin që gocat... Të lutem. Një grua. Më të rego mua, lëre Gruan që flet për trupin e burrit. Burri pastor. Shkonte në... Dilte në shumë pastorit ndryshe. Dilte në plazh, edhe gocat kthenin kokën gjë gjithkohës. Me të drejt, Linda. Dhe ishte me të drejt. Domethënë, nëse nuk do kishim komplekse dhe do tregonim një foto të asaj kohe, do ta kuptoje pse. Një nga mëkatet e mishit. Ndërsa mua nuk më bënte përshtypje, kjo ishte çështja. Nuk më bënte vërtet, dhe njerëzit thoshin si është e mundur që ka mundësi që ty s'të bën përshtypje nuk të bën përshtypje. Po ishte mësuar me vlonjatët që kanë qenë trupat skalitur, natërkohës. As ajo nuk ishte, sepse për mua nuk ishte rëndësi fiziku, për mua ishte shumë i rëndësishëm mendja, personaliteti, edhe të mund të bëjë një bisedë që sfiduese. Jo thjesht shello, jo thjesht të cekët, të sipërfaqshme, doja një gjë të thellë, domethënë, që të mund të bisedojë. Dhe kur e zbulove që ai përveç muskujve ishte dhe i thellë. Donte një filozof që nuk e dinte se ç'do thoshte. Nuk e di, u bë për shkak se ishim bashk apo e bëra filozof? Tani si ishte kjo? Isha apo u bëre? Për shkak të dashurisë. Unë jam dhënë gjitha, pra unë lavdroj Zotin, po të gjitha meritet e kam dhënë bashortës. I kam thënë për shkakun tënd unë jam ky që jam sot. Unë jam për filozof. Realisht shiko, kur martohesh i ri, pra nis një projekcion që ti nuk e di se si do të vijojë, me dëshirën e mirë që do të jeti i qëndrueshëm, do të keni fëmijë, do të ndërtoni jetën të ardhmen e gjitha këto. Por që të dy në jetën tonë kemi shenjat e njëri tjetrit, sikundër shumë çifte që kanë udhëtuar së bashku. E vërtet është. Pra, edhe tek rrudhat që kemi, apo edhe tek thinjat që përpiqemi t'i mulojmë, ka histori. Ka histori, është jetë, është histori. Nëse më lejon, dua të kthej pak më përpara tek pyetja që të bëri Julka, që ti kishe vendosur që të ishe beqar. Dhe fap të doli Linda dhe u thye ajo gjëja. E para që duhet ma konfirmosh është e vërtetë që kishe vendosur të ishe beqar dhe pse? Okej, normalisht kuptohet që për shkak të besimit tënd, po jo detyrimisht, sepse besimi yt nuk e ka taksative. Nuk kishe murg, nuk e murg. Unë, domethënë, deri aty, deri në kohën kur gjithçka i dhash Zotit, dorëzova zemrën time, jetën time dhe fillova të përjetoj një transformim të brendshëm, shpirtëror, isha arritur si një djalë me disiplinë, pra jo një djalë pa disiplinë. Ndërkohë që shokët e klasës shkonin në mbrëmje vallëzimi, edhe në datëlindje, festa, unë nuk shkoja, unë shkoja në palestër, bëja servitje. Dhe kjo disiplina e sportit më kishte mbajtur shumë brenda disa kufive, të cilat unë në farë mënyrë kisha shenjtëruar, pra jetoja brenda këtyre kufive në dimensionin fizik për shkak të një sportisti që ka disa objektiva, dhe që bësh kampion, ti duhet të kesh objektiva të caktuara dhe duhet të jetosh jetën e një asketi ose një murgu në sport.